Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ka ndjekur nga afër ecurinë e dy prej investimeve infrastrukturore që po zhvillohen aktualisht në qytet, të cilat synojnë përmirësimin e kushteve të jetesës për banorët dhe modernizimin e disa prej zonave më të frekuentuara. Një prej tyre është ndërhyrja në lagjen Kushtrimi, ku ka nisur puna për shembjen e mureve rrethues, një proces që do të jap rrugë zbatimit të projektit për zgjerimin e rrugëve dhe transformimin urban të kësaj zone. Kryebashkiakja ka ndarë pamje nga puna në teren përmes rrjeteve sociale, ku thekson se gjithçka po realizohet në bashkëpunim me banorët e lagjes. Sipas saj, puna ka nisur intensivisht me mirëkuptimin e komunitetit, duke hequr pengesat që kanë kufizuar prej vitesh, hapësirat publike dhe lëvizjen e automjeteve këmbësorve. Projekti parashikon zgjerimin e akseve rrugore, krijimin e kushteve më të mira për qarkullimin dhe përmirësimin e infrastrukturës në tërësi. Mersini u shpreh se ky është një hap i rëndësishëm drejt krijimit të një lagjeje më funksionale, më të aksesueshme dhe me standarde më të mira infrastrukturore. Në bashkëpunim me banorët ka nisur intensivisht puna për shembjen e mureve rrethues në lagjen Kushtrimi, për t'i hapur rrugë realizimit të projektit që do të zgjerojë rrugët dhe do të transformojë cilësinë e jetesës për të gjithë komunitetin. Ky është një hap i rëndësishëm drejt një lagjeje më funksionale, më të aksesueshme dhe me standarde më të mira infrastrukturore, shkruan Mersini. Banorët e zonës e kanë mirëpritur nisjen e punimeve, pasi prej kohësh kanë kërkuar ndërhyrje për zgjerimin e rrugëve dhe krijimin e kushteve më të mira për qarkullim. Bashkia synon që pas përfundimit të këtij projekti, lagja Kushtrimi të ketë një infrastrukturë model dhe të përshtatshme për zhvillimin e këtij territori. Paralelisht me këtë investim, kryetaria e Bashkisë së Vlorës ka inspektuar edhe punimet për habilitimin e rrugës së Kuzum-Babas, një aks i rëndësishëm që lidh një nga zonat më të vizituara të qytetit. Gjatë inspektimit, Mersini u ndal tek cilësia e punimeve, duke kërkuar që çdo element i projektit të realizohet sipas standardeve të përcaktuara. Investimi parashikon asfaltimin e rrugës, sistemimin e infrastrukturës shoqëruese, si kundërshtë ndriçimi publik apo edhe trotuarët. Sipas kryebashkiakes, punimet janë në fazën përfundimtare dhe rruga pritet të dorëzohet brenda pak ditësh. Për të kujdesur për çdo detaj sipas standardeve të përcaktuara dhe për të garantuar cilësinë e investimit, duke përfshirë ndriçimin, asfaltimin edhe të gjitha punimet shoqëruese, rruga e Kuzum-Babas do të përfundojë ditën e hënë për të qenë më pas gati për qarkullim, u shpreh Mersini. Pas përfundimit të këtij investimi pritet të lehtësohet lëvizja e automjeteve në këtë zonë të qytetit bregdetar. Bashkia e Vlorës ka bërë të ditur se ndërhyrjet në lagjen Kushtrimi dhe rihabilitimi i rrugës së Kuzum-Babas janë pjesë e programit të investimeve infrastrukturore që po zbatohen në qytet me synim për të përmirësuar cilësinë e jetesës së banorëve.